Qetëso, s'ka. Këto zonja, që në pamje të parë duket sikur po thërasi një slogan të zakonshëm proteste, janë punonjëse të një fabrike në qytetin e Përmetit. Por ajo që po mbajnë mbi supe nuk është thjesht një revolt, është frika e së nesërmes, pas vitesh të tëra punë dhe sakrifice. Jemi këtu 120 gra, jemi punëtore të fasonerisë Altex SHPK. Një biznes fason që operon në Përmet që nga viti 2004 në administrimin e pronarit grek Triandafilo Stolis. Në realitet, prej më shumë se 2 dekadash, kjo ndërmarrje ka qenë një burim të ardhurash për 10 familje të një zone ku mundësit janë minimale. Thënë shkurt, një siguri më shumë për të ndërtuar modestisht jetën në vendin e tyre. Qepim rroba pune për një firmë gjermane. Kemi 3 muaj pa marrë pagesat që nga muaji tetor. Kemi marrë vetëm 2 muaj gushtin dhe shtatorin ai ka hedhur në dhjetor me pretendimin që do t'i marrim në muajt në vazhdim. Kur ti kemi prodhimi, kur ti kemi unja dhe ne nuk kemi marrë as edhe një gjë. Sa vite keni që punoni? Unë personalisht kam 15. 15 vite, kam e shkëputje. 20 kam. Kemi 20 vite. 15 vjet. Kush është më e vjetra? Kam 20 vjet në punë, që një javë hapur, kam ardhur këtu në punë. Dhe për vite me radh, puna ka ecur normalisht e paralelisht me të edhe paga. Deri kur? Në shtator, kur do merrim gushtin edhe unë mblodhem përpara pronarit. Dhe ai na ka thënë, ka ardhur një email nga Gjermania, që gjysmat e grave do t'i shkurtosh dhe gjysmat do t'i mbash në punë se ishte dobësuar puna ndeja. Ajo firmë që i dërgonte punë nuk i dërgoi më. Dhe ai tha, unë nuk i shkurtova grata, bera si ma ndjeu zemra tha dhe u mbajta tëra pa punë. Një vendim në dukje njerëzor i pronarit grek, që edhe pse në thelb kishte një qëllim të mirë, prodhoi një padrejtësi, pa dhënë asnjë zgjidhje të arsyeshme. Në vend tani 60 gra buk, se nge asnjë grua se ne s'kemi marrë asnjë lek. Administratori, çfarë tha konkretisht kur ju takoi? Duhet të vazhdojmë akoma, na thanë, derisa të përmirësohet puna. Për shembull, gjë në mes të shkurtit e kemi punën. Nuk na u garantua pagesë, për shembull, lek nuk ka. Në bashki vajtëm te kryetarja. Na tha jepini një ndihmë, tha, të vazhdoni. Nuk duam që ndërmarrja të mbyllet dhe ne vet nuk e duam atë gjë që ndërmarrja të mbyllet. Çfarë pretendojnë që ju të vazhdoni pa lek, punoni pa lek? Me pronar tha që do t'u japi 80% të rrogës në mes të janarit. Për një rrogë. Edhe juve të vini ta ndihmoni pronarin që ta mikëmni. Një rrogë mesatare juaja, sa është pak a shumë? 370. 350. Nuk e ditur që 3 muaj nuk janë marrë. Pim që nga kërcyra me motra. Një rruga. Po bëjmë sakrificë. Po të bësh sakrificë akoma nga 3 muaj që s'janë marrë. Po të bëjmë 5, sikur s'ja vlen. A është e hapur ndërmarrja apo? Nga ekonomistja edhe nga përgjegjësia u hap në mëngjes na pandën e gjithave këtu. Ndojtëm pak aty. Pa na thënë fare dhe as mirëmëngjesi, sikur ne çfarë do të u kishim bërë atyre. Edhe u futën brenda, ndojtën sa ndojtën me të hapur dhe pastaj mbyllën derën edhe ikën. Po prisnin që ju të futesh, çfarë prisnin? Asnjë gjë nuk na thanë. Mbase prisnin të futën, asnjë gjë nuk na thanë, asnjë gjë nuk na sqaruan. Po pavarësisht se ende nuk ju është dhënë një sqarim i plotë i situatës, këto zonja vazhdojnë të vinë çdo ditë në punë, duke u zgjuar që në 5 të mëngjesit, në shin, në të ftohtë, për një punë që të paktën prej 3 muajsh nuk ju sjell asgjë në shtëpi përveç lodhjes dhe stresit. Ne kemi ardhur që në orën 6 dhe në orën 2:20 ne velëm punën. Ne kemi 3 ditë që rim në shi, këtu në ndërmarrje dhe nuk po na japin një shpjegim se çfarë duhet të bëjmë ne. Deri para 3 ditësh ju vini të gjitha në punë, ëh? Të gjithë. Rinit me orar të plot? Po. Nuk e lam punën që të thonë siç na thanë, për shembull që e lat punën. Ne bëm bojkot për të bërë një zgjedhje. Dhe ai sa 80%-in do t'ja u jap të rrogës të një muaji. Në qoftë se neve na ecën malli, Në qoftë se ikën ma unja. në qoftë se na paguajnë mirë, në qoftë se pëlqejnë punën. Shumë në qoftë se, për njerëz që jetojnë çdo ditë me mendimin, si do ja dalim nesër. Tani zonja, dua të di, ju këto ditë si keni shlu këto muaj, jetesën, domethënë çfarë keni bërë? Me çfarë parash keni mbajtur familjen? Mua më kanë ndihmuar çunat, si i kam të rritur, se ndryshe nuk kemi si t'ja dalim. Unë e kam edhe burrin invalid, vetë jam e sëmurë dhe punoj. Kam edhe një kredi për të paguar edhe nuk kam mundësi. Unë në shtëpi kam burrin pa punë, vetë jam në punë pas marr lek. Më ka vdek bashorti, nuk kam ku të vete dhe mua po më mban djali. Më jep djali 100.000 lekë. Djali të mbagoj atëra në Tiranë, të mbaj vetën e tij apo të më mbaj nënën. Që më duhen dhe ilaçet, edhe pastaj të zërë dhe bukën në gojë. Se ju mban pronari me bukë, se bën kështu, ju shkel me këmbë. Janë ofendime të përgjegjësve, i kemi duruar. Po të hapi ndërmarrje të japi lekët të tërave këto. Për vitin e ri, të gjithë marrin ai shpërblim, ne nuk morëm rrogën tonë. Në dyqan di kam me listë, nuk kam ngalim, edhe nuk më kërjapi dhe me listë. No, se s'kam lar akoma të parat. S'kam se hem do të premtime. Atyre se nuk kam lekët, kam 3 muaj pa lekë. Ç'a të bëj? Po si kanë mbajtur fëmijët? Më shumë babuk. Kush më jep zgjidhje? Asnjë. Kudo që kam mbajtur. Këto emocione duket qartazi që nuk lidhen vetëm me mungesën e parave, por edhe me ndjesinë e shkeljes së dinjitetit, sepse imagjinoni, çdo mëngjes
këto gra lën familjet e tyre dhe punojnë 8 orë mbi makinën e qepjes me duar të ngrira e sy të përshëndruar në çdo gjilpër dhe në fund detyrohen ta kërkojnë rrogën e tyre si një lëmosh rruge. Pyet që hapur e ndërmarrje ta kishit parë se si ku punojmë neve, si puna atit qenit, edhe leks na japin edhe na vinë dhe na ofendojnë. Nuk kemi kërkuar as kurse as një gjë, jemi përshtatur me punën që na është dhënë. Futemi në punë, nuk ndizën kaldajat pa zbritur pronari. Neve punojmë në këtë ndërmarrje me këmbë të ftohta, duar të akull të ftohta dhe nuk ankohemi. Nuk kemi naft, nuk kemi kështu, rrim, mbledhemi. Çfarë të bëjmë? Jo se duam t'i durojmë, po tani nuk mund të durojmë dot më. Nëse ai garanton që muaj për muaj të marrim lekët, ne vem në punë se punën e duam, se jemi allergjin, jemi me borxhe. Mua më ka thënë erën e fundit që unë ngritën gratë, juve lekët do t'i merr. Edhe po falimentoj firma, më tha, lekët ju do t'i merrni, po se kur do t'i marr ato lekë për 2 vjet, për 3, unë nuk e di. As kemi për t'i marrë çtua. Ne duam sot. Nuk besoj që do t'i marrë? As kemi, nuk mendoj që do t'i marr, besoj që do t'i marr. 3 muaj që ne po jemi pa lekë do marrim lekët neve. Kur do t'i marrim? Nga ana tjetër, përfaqësuesja shqiptare e administratës e pranon krizën në të cilën ndodhet kompania, por njëkohësisht përpiqet ta mohojë falimentimin. Kompania është drejt falimentimit? Jo, nuk është drejt falimentimit. Neve na vjen një email nga gjermanët dhe na thonë që duhet të shkurtojmë fuqinë punëtore. Pronari i tret vajza ju thotë do vazhdojmë punën në këtë situatë që mos u pushojnë nga puna. Mbajtja e 120 grave në punë pa patur punë për të gjitha dhe për më tepër pa u paguar nuk mund të quhet kurrësi, as takbamirësie dhe as zgjidhje racionale. Ajo që dihet me siguri është se kjo ka reflektuar në performancën e mëpasme të stafit. Vazhduam perceptuan shumë gjëra, niveli i punës edhe brenda nga vajzat ra dhe fuqia e punës në ardhje në importe dhe u detyruam të lidheshim me 2 firma të tjera. Me një firmë greke neve vazhduam punuam gati 1 muaj dhe pastaj e ndërprem sepse ata donin një ecuri shumë të shpejtë në dërgesën e rrobave që tu eksportonin, ne nuk arritëm dot. Tani jemi në monitorim me një firmë tjetër gjermane që të shikoni me curin. Malli që do çonim në Gjermani aktualisht është brenda, nuk arritëm dot ta çonim. Për arsye se mungesa, mos paraqitje në punë, arritëm që nuk paguheshin dot rrogat. Si unë para dhe të gjitha 110 vajzat, të gjitha duam lekët. Çfarë thot pronari? Si mund të jepet një zgjidhje kësaj gjëje? Çfarë do ndodhi? Datën 15 janar do të paguaj pagën e 1 muaji. Ndërkohë që kanë 3 muaj, 4 muaj pa i marrë. Po do merret një rrogë dhe pastaj të vazhdojmë të punojmë duke punuar duke marrë dhe lekë. Nëse vajzat do të pranojnë të vinë në punë, unë do vi të hap derën e punës. Bashkë me përgjegjësin që drejton vajzat aty. Siç janë ato 110 gra, ashtu jam dhe unë pa rrogë. Ndërsa përgjegjësia e kompanisë, pozicion që normalisht duhet të sjellë sqarime, zgjedh të mos jap asnjë informacion për çfarë po ndodh në biznesin ku ajo ka rol drejtues. Nuk mund të jap një përgjigje sepse unë nuk jam paguar dhe unë jam nisur me to. Por unë kam zgjedhur thjesht një rrugë tjetër që unë do të punoj që ti marr ato lekë. Unë jam thjesht pjesa e brendshme e punëtorëve që punojmë me to. Kam një model për të bërë ose edhe hedh në prodhim, NPR. Kjo është pjesa e rolit brenda. Ti nuk mund të prononcoj më shumë fal. Po pse nuk prononcohesh? Se domethënë ke të njëjtin hall, thua jam në anën e punonjësve dhe nuk prononcohesh çfarë? Se kuptoj. Po nuk di çfarë të them më tepër, sepse unë jam njësoj si ato. Po, je njësoj si ato, po ti ke më shumë informacion se ato, se besoj që ti flet më shumë me administratorin se ç'flasin ato. Prandaj unë po të kërkoj një sqarim. Asnjë koment nuk kam për këtë gjë, lutem. Ju do vazhdoni edhe pse s'keni marrë rrogën të punoni? Çfarë ju mban aty? Domethënë, shiko, më mban thjesht ajo pjesa që për momentin unë di që kam punë. Çfarë pune? Se ju s'keni punonjëset aty, çfarë pune keni? Nëse ato nuk paraqiten në punë, unë nuk veten në punë. Nëse ato vjen në punë, unë do veten në punë. Për momentin, turist, të po pres asnjë që më tepër. Okej, nuk di çfarë të më vjen keq, domethënë që roli juaj është kaq i parëndësishëm në atë kompani, më vjen keq për situatën në të cilën jeni gjendur, kur s'doni ndihmoni veten, çfarë të bëjmë ne? Në fakt, ne bëm një gjë, sepse një ditë pas vizitës tonë, Më kanë marrë në telefon për kthysja me zotin Trëndafil dhe kemi rënë dakord që ditën e hënë lekët janë këtu dhe të martën do t'u kalojnë vajzave. U deshën vetëm 2 ditë pas kësaj telefonate që gjërat të ndryshonin. Kësaj radhe, fjala u mbajt. Pagat e mbetura i morëm që të treja dhe jemi në një fije shprese për të vazhduar përsëri.